kujtoj atë ditë si sot, jam angryk me babinon, e m'kan bytu lote nanës si kur shi, babas mu I ke me zon vend, thoj ke zot bashmanin tane, ruj ma qikën ten. Ah, ky gurbeti lakse qna treti, na mbushi mërzi, shumë vjet kaluan, shumë e mallkuam, na shkojnë Kjorini. Ah, ky gurbeti lakse qna treti, na mbushi mërzi, shumë vjet kaluam, shumë e mallkuam, na shkojnë Kjorini. Bukës buk ku nuk I thojnë, e as ujit si thojnë uj, kur nuk bahet shpije jote, kështu është vendi huj. Mente shpija e syt me lot, a thumë nana ashtu I mujt, ne shumë s'kam jem rritje shkreta, qysh e lash me vujt. Ah, ky gurbeti lakse qna treti, na mbushi mërzi, shumë vjet kaluam, shumë e mallkuam, na shkojnë Kjorini. Ah, ky gurbeti lakse qna treti, na mbushi mërzi, shumë vjet kaluam, shumë e mallkuam, na shkojnë Kjorini. Ah, ky gurbeti lakse qna treti, na mbushi mërzi, shumë vjet kaluam, shumë e mallkuam, na shkoj Kjorini. E kena një sonë dhe këtë emision me një balad, një këngë fantastike për gurbet, ku ka me I Shqipe si gurbet qarë tonë ma, Ska valla. ky popull vishin gurbet kështë panajt. S'na loftë Zoti pa ta. Nuk ban pa ta. S'pan. Ama edhe me hek kanë hek bol, po tash ma, s'është gurbet Shqipe, se 2 orë vjen Prishtinë prej Evropës, prej Amerikës një 8-9 orë, në Australia 2-13, po do më thonë më rrinë, edhe mirë shirë. Shqipe mirë se erdhe? Son të bashkë me Shqipe Krivanivën për herë të parë kam në emision edhe nëse kja menon që ka me pështu let, e ka gabim. Se për herë të parë këta që më vinë, kam qef pak mi monun ka pak, ama për së Shqipe, pse i vanun ka shumë mas pari marë në emision. Hajtë më stoj se na shqiptarë dhe në kismet. Jo dhe në kismet, nashta pse e kum ditë që ti jam kone mirë pritu prej fillimit. Gjithë. Ti bile edhe në derën qelë të ti kum pas, e na shqiptarët e kena pak, ku e kena derën qelë pak, e lojna pak, hajtë se shkon. Ti s'kia dherë hiq, për t'u ja s'ka hiq dherë, e ki pa dherë. Kështu që mirë se ke ardhë, kur nuk është vonë, me permisu gabimin nuk u vonë gurë. Ke ardhë dhe jena në rregull. Për ndryshe, Shqipja është edhe, përveç që është këngëtare, sa vjetë Shqipe, po do këtë u banën. 18 vjetë. 18 vjetë. 18 vjetë me muzikë para me në. Me dasma. No, jam me dasma. Kur ka knu që kja Shqipja, ka I ka themeru në Kosovë dasma, dhe më thonë, këtu, ka në gjegjat e këtu, kja e ka njësë mi bo, në stilin e vetë. Për ndryshe Shqipja është edhe master I psikologjisë, Shqipe ke diplomu për psikologji, dhe më thonë, ty në qovë se muzikat nalet, ti ja gra me a e ki psikologji klinika shkollore? Ja, psikologji shkollore. Shkollore, se thash me pas klinike pacient në ki bollë. Më thonë për trajtim, kështu, sidomos... Jo, se s'kisha shumë ku për atë trajtim, se kisha edhe muzikën, kështu që dhe ishta mi dhonë hapsirë edhe muzikës. E pse vendose psikologjin me studiu? E kum dasht, nashta pak ma ka bo edhe jeta, e kam atë aftësi pak mi njoft njerës, kështu. Edhe kam empati shumë. Okej. Kështu që jam ka shty nashta.
po edhe në shkollë të mesme shumë. A kem na shqiptarët nevojë për psikolog shqipe? Mas pari që mua, kam nevojë për ndaj trajtim kështu. Shpëtim, krejt kena nevojë për psikolog. E pse shkojmë, pse na vjen keq me shku te psikologu? Te na është hala nuk u thy ajo tabua. Se mendojnë se me shku te psikologu veç do të më kanë Jo bashmirë. Po. Jo, krejt kemi çrregullime. Nuk ka njeri, ti krejt se kena stres, jeta apo dinamike. Krejt kena ngarkesa, jeta, dikush e ka më të vështirë, dikush më të lehtë. Ato çrregullimet janë pjesë e jona. Edhe ka njëherë më mirë që i kena do se na bojnë më aktiv, na aktivizojnë jetë. Po, me ditë me menaxhu është mirë. Ai që nuk mundet me menaxhu, pse jo? Pse por çta janë edhe psikologët edhe doktorët. Cili psikolog bën përshtypje, po më lej pe psikologëve kështu që janë marrë fell për psikologjinë, me shkencën e psikologjisë. Po baba i psikologjisë se na është Freudi, edhe ka koncept dhe s'ka mundësi me ato që lexoj Galabi, Sigmund Freud. Nuk e di, ai e ka lexuar veç Freudi është baba i psikologjisë. Po thu Freudi është ai shtylla, ai boshi kurrizor i psikologjisë, a? Hala, edhe tash ende bin fjalë tina, dhe ato që e kanë refuzuar, e kanë ignoruar, tash janë kthy prapë. A kishte ushtu profesionin e psikologës? Po, me gjithë qef, po. Nuk tash nuk jetë ushtru për momentin? Për momentin jo, po nuk është që nuk mendoj të ardhmen. Ty fytyra po të kallëzon që merra shumë me vete, fytyra qetë, e butë, kështu. Unë lexoj shumë edhe pse i ka 8 vite që kam kry shkollën, po unë vazhdimisht studioj, vazhdimisht. Ndoshta më thon më shumë tash lexoj se sa studime kur kam lexuar. Po kur lexon për çfarë është më mirë se më shumë të mesin kështu në kujtesë. Përvoja sa më shumë e studiu, kjo psikologjia është fail. A ka nevojë këngëtar për psikolog? Po, shumë. Domthon koleg këtu. Këtë kena nevojë. Edhe këngëtar shumë se stres, dasma full, pare, plot, bakshish, plot, domthon do të më trajtu në këngëtar që merr shumë bakshish, e në moment smerr shumë, do të më trajtu dhe ai ka nevojë për trajtim, se mësohet me marrë në një moment smerr. Edhe duhet me menaxhu, me ditë se kur shkojmë në ndarsëm, si të hishmi, broma mi vra, dasmorin në start është shumë i tensionuar, shumë me stres, shumë. Po, trajtim psikologjik. Unë pak e marrë me të mirë, për shembull, i kallëzoj kështu, kena me bë kështu, kena me bë qetësov. Edhe i morin sanët ma letë edhe ato që të thonë kur të më shojnë mua. Shqipe prej çka na vjen stresi më shumë ti bre? Pi ngarkesës, unë mendoj, normal, ka shumë probleme, tash s'mujna na më shtjellu, po. Po ba kështu baza kështu. Ngarkesa, problemet e mëdhaja, po mos me ditë me menaxhu emocionet, ato të binë deri normal. Te depresioni, a? Depresion. A më janë ndonjëherë shqipe? Vjen një kohë që truni edhe trupin nuk e duron ngarkesën e madhe, se edhe trupi si trup e ka një limit, thot stop deri këtu se s'po më me duru më shumë edhe shpërtha njëri e krejt ato. A ja bojna pak më shumë vetit nga njerëzit kështu që s'po pa nevojë, a? Shumë i marr me sanët nga zemrës. Unë e njeh shumë njerëz bashkëpunëtore plot. Mundona më u thon, merrni sanët pak, ma me qetësi, po pak është edhe temperamenti i njerit. Që shumë mësut gjatë jetës. A i kipa këta në diasporë, këta i hanë që këtë stresi. Në më stresi dhe interesi bankës një parcinë, që këta i kut. Ato në Zvicër, shyrin për bjetë i shkapi gjepit se kamera. Shumë mërë stres, ata shumë stresu. Unë nuk di pse duhet me pas stres një në Zvicër, ku gjithë shka unë sistem. Nështë ta qaj sistemit më nga një stres. Strikt. Na që jena në Kosovë këtu nuk kena fort, e menaxhojmë dyqysh. Dalim, pim një kafe, stabilizohemi, që e hikmi stresin. Mirë është me morë sanat me qëtësi, për të mirën e vetit, për të mirën e familjes, rrethit, sa ma me qetë që mirën sanat, ma mirë kryen, ma qetë kryen. E shqipe këta njerëzit që nuk bojnë kur gjatë, dhe më thonë sen njët vetë nuk bojnë, thëtë kam stres. Ka i vjen gjatë i stresi. Pa i ka stres se s'punon. Që aty është edhe problemi është më i madhe. Problemi, ja? Aty është problemi më se ai nuk është në aktiv njët. Nuk e ka rutinën se ka të mirë edhe që ajo ta banë. Kur s'ki rutinë, ti nuk din, kur që është më gjithë pse e që. Bëlloj për Shqipe me pas rogën 5.000 euro që të në Kosovë, në pasha pik stresin, pash kush pik stresi, zotin ba. As dhjet, mësuj, se ta përmeni kur t'i bëjsh. Se s'ki ku i që. Apo du palja sa hek stresin në Shqipe, a? Jo, për do të me ditë veç me menaxhu situatën, me ditë me menaxhu vetin, emocionet. Me menaxhu i Shqipe ku se kema si parë në gjep, vjen rrima 500 euro në mujt, vjen ai këtu. A i ki shëndetin? Po. A i që beson në Zot, duhet me menua edhe këtë gjë. A i besimtare kështu e thellë Shqipe, a? Mos hem tash se nuk janë. Do më thonë, je besimtare edhe pse e ki kry psikologjinë,
Edhe pse zakonisht psikologjia dhe filozofia nuk e njohin shumë teologjin kështu si. Po ti, domethënë, i ke lidhë të dyja, edhe teologjinë edhe psikologjinë. Çish ke më bashkë? Pse jo? Ka edhe shumë libra, tash për momentin jam të lexuar Kurani dhe psikologjia. Çka kanë të përbashkëta? Kanë shumë të përbashkëta, se shumë sane logjike lidhen. Ajo thotë është me shkencë. Për shembull, kur ta shikojsh, ajo jep edhe feja, në çdo mënyrë. Apo e kupton? Gjithçka lidhet edhe me fe. Ai që shumica psikologëve dhe filozofëve kanë qenë ateistë, ti e din, domthonë se po më shumica. Pjesa dërmuese e tyre. Kanë ardhur tu zhvillu psikologjia, tu zhvillu mjekësia, peshohin që krejt po sillet ka feja. Domthonë, krejt burimi në gjeneza është te teologjia mandej. Që sa praktikisht. Edhe pse unë nuk jam personi adekuat me fol shumë. E qartë, po ti e fol për perspektivës tonë. Sa unë e kum pa, sa unë e kum vret, kanë lidhje shumë në mes vete. Edhe mirë që kanë, se gjithçka me logjik që bëhet, me logjik të shnosh, edhe me besim në Zot, s'ka mundësi mos me pas sukses, ajo punë ose çka do të çojë ndërmarrë. Ata hek stresën që ke besimin në Zot, domethënë po thotë ndihmon shumë nëse ti e gjon një qetësi, një burim të energjisë, një shumë lutja, vetë lutja të bën mundi ma çet. Se ti veç e ke bën një lutje dhe e prit përgjigjen. E ke adresu. Pa, e prit, edhe nëse e ki besimin, ti e din beson që ka me të ardha, e përgjigje dhe një është më rahat, gjysa e punës u kry. Shqipe ti pas ke mungu shumë në emision, do është marrë ma heret, ja, Shqipe pas ke bo ka për madhë. Që sa merresh me praktikim të fesë, teologjisë, Shqipe? Onë që shqiprej fëminis, si familje, kena besu në Zot, i kena festu festat, të krejt, po. Tash i ka 2 vite që edhe namazin e praktikoj. E praktikoj namazin, a? 5 kohët namaz, a? Që një është? Edhe tash mu i shejtë Ramazanit që na shkoj, e kum përfundua dhe Kuranin, e kum lexuar. E ke lexuar Kuranin, komplet, a? Po shqip, normal, se arabisht nuk kum mësu hala, po shqip. Komplet? Po. Hajde tash bëra një padallimi para 2 vjetëve kurse ke praktikuar, tash kur për praktikot ç'është po? Jam e qetë, s'po du me lidh non stop, se kena ardhur për muzikë, po ke psikologji, po. Jam shumë e qetë shpirtnisht edhe fizikisht. Nuk më bam për shtypje kur gjama, a bëdin, wow, me bo ose më bo shumë arak për diçka. Dorë Zotit, Zotit ka shkru, ashtu edhe u kry. Jam shumë e qetë tash, e shot që i marë sanët ma ndrysh. Jo si për para, a bëdin, kitë me stres, kitë jo. Edhe pse ku pas kry psikologjia, më menoj që feja ma shumë ka qetësu se sa psikologjia. A, do më thonë, feja ka qetësu ma shumë se psikologjia. Që e bjen që feja është për te i shkencave. Që edhe më herët, atë thash, që thajs, kur s'ka pare, shmës me pas stres. A e kish netën? Po. A e ki fëmijët mirë? Po. Familjen e ki mirë? U kry mua vetë, shka më donë. Po dojmë me haunë në Shqipe me shku në shkollë. Tjerat vinë, banë, krejt. Ama do të në punu, normalisht. Normal. Zotit të të mësa, punon. Që 2 vjetë mi falë 5 kohë namaz. Bravo, Shqipe. Si ke nda kur kështu? Jo. Dhe është në gjendje, kur si jam konë mirë me shëndet se për ndryshe, jo. Po agjerat, sigurisht? Po, ata moti, prej fëminisë. Okej. Familjarisht, po. Edhe po thu që ke gjetat qëtësin tone shpirtnore? Po, shumë. Interesant. Me i lidhë psikologjinë edhe... Ta preferoj o ty. Po pa tjetër. Se ti e shumë i angazhum, kështu që... Po, do është me praktiku, vërtet. Që ku të vish këtu kur ta pash këtë lukë, mirë është, hajtë se bohën krejtë. Bohët mirë. Kur je kështë besimtari mirë, i thellë, i drejtë, gjithë shka merë pak ma relative, pak ma natyrshme, pak ma normale. Shumë ma normal, besimin Zot. Lutësh e prit përgjigjen. Mos të tash që kemi lënë edhe muzikën. Jo. Puna, na qëtë punjen atë bo për momente me qëta ju shemë fëmijët e krejt, halal, ku që të keshë si na du bo, ndarë, s'ma në kanë gjigje, me gra, me motra, me zoja, pse jo. Ku ka ma mirë si mi martu njerëzit, mu shtu ky popull. Shumë me nënësit që shë banë puna. E vërtet, ti mundesh me bëha një punë. Nëse ti je në regull gjithë shka, pse më të pengon. Do më thonë që tash po i bjen ti që në qosë jetë në regull me Zotin për këta tjertë poshtë nuk tani më falë. Nuk e thash bashkë ashtu, po, një është shumë ma mirë, psikisht, fizikisht, shpirtnisht. Emocionalisht. Po. Aja s'ka dyshem me garantoj, jo nëse. Që ka të marrë një Shqipe, sa njerëz i ki martu dejsh tashti, atë ka ronë herë në men me menu për veti. Sa dos me ki po të i sot. Nuk e di sa që... 18 vjetë me muzikë, do më thonë, i bjen gote këtë fejzojnë i ki martu ti. Jo, nështë jam aktive dhe ka Macedonia, në shumë. Po tjetër? Po, jam aktive dhe ka Macedonia. Nuk muja ashtu me formë me shifra, po.
Shumë vjetë kanë kalu. Po. Unë tash bile kur t'kim në Instagram ose në Facebook, kur t'i shoh fëmijët e tyne, e di atë çiftin që... Që më këto që po martu? Që aty e shoh që vitet po shkojmë, na po plakmi, se fëmijët po rriten. Sa herë të ka me një familje me knua, ka pas dhe rast ku ke knu shumë me një familje për shkakun. Deri në 4 herë, në 5 herë po. 4-5 dasma domethënë që i bjen mi pas ndër vite kështu me një familje. Edhe që më ka kënaq më shumë drejt, më thonë se e kum ditë që e kum korr sukses. Se një familje që thirr një herë, ti nuk e bën atmosferën e mirë, nuk e lën përshtypje të mirë, nuk ka mundësi më të thirr dytën herë. Se ka këngëtar sa dush edhe mashallah jemi bën edente. Ha, ka lavllaka. Shtëpie këngëtar. Kur ka shumë nuk ka më shumë cilësi më. Ama kur po më thirrin për herën e dytë, tretën, katërtën, që ajo po mban muni më mirë, se pe di që ja ku më arrit suksesit tam. Po thu shqipe ka shumë artista, ka shumë këngëtar, po ka plot. Ai xheloze kështu? Te koleg e ka bon filon një amik kam. Veç tash të kisha armja 7 herë. E vërtet. Çdo mundesh më bazu, jo. Ja, pas ke gjetë qetësim për më, mos po ta Secili ka riskin e vet, secili ka në fakën e vet. Nuk besoj që ti mundesh ma mërë famën ose unë ty. A do të me njek pak që në fakën që të riskën që... Po, do të me punu shumë. Do të me njek, ha? Une nuk që s'kum punu, na kena punu vazhdimisht. Ju ti si në alkur? Po, përgjinimet viti të ri, kong, klipe. Ti ke... Vesh me emisione jam kom pak ma pas. Ti e konë edhe je pjesë e pandashme e produksionit Zimin, janë i prej produksionet më të mëdha në Kosovë ndër vite, kështu që bravo për punën që ke bo edhe për projekte që i ki sjellë në treg. Ty, do më thonë, kong me deh për ndryshe që i nim na që janë këtë hite që ku është molla shërit që i ka bo, do më thonë Shqipja i ka ato kong që edhe tash kur po rikthehen treg, po njën shumë mirë dhe po dalin shumë mirë. Kështu që i ki... Janë tradita jonë ato, i ki t'jashtë hitet. Kisha pas qef me nisë me një dasëm, qysh nga ban dasëm në Shqipja, që me pa dhe na dhe publiku jonë që ka ndonë në qovë se Shqipën e kene me një dasëm. Me gjithë qef. Kene me folë gjatë, sonte. Hajde. Për haj qofti zoti shpis, dasmave sa ja ka nis, të gjithë mbale pa janë dal, nuset bukur marina. Për haj qofti zoti shpis, dasëm të madhe ti kenis, lujna knojna pa janë dal, se për djall e kalli plak. Hajde pojna, mashallah, nuset bukur marina, sa shiret e sa jeshi, je ma bukran këtë nahi. Hajde, hajde pojna, mashallah, nuset bukur marina, sa shiret e sa jeshi, je ma bukran këtë nahi. Dasëm të madhe ti kenis, lujna knojna pa janë dal, nuset bukur marina. Për haj qofte zoja shpis, dasëm të madhe ti kenis, lujna knojna pa janë dal, se për djall e kalli plak. Hajde bojna, mashallah, nuset bukur marina, sa shiret e sa jeshi, je ma bukran këtë nahi. Hajde, hajde pojna, mashallah, nuset bukur marina, sa shiret e sa jeshi, je ma bukran këtë nahi. Oh, ka lejtja,
ma shumë. Pas ka ma minu se shkoj ka tu balon. Lumë banë goja, zemra mashallah. Hanedan kam dasht me t'palull tena. Vjet ka fustani, dora për mi gor. O kur ta je plullë zoti, s'ka ma kush ka thot. Ajde shmëtim, ajde, hey! Një dëshire madhe e nanës ju plotsu. O nusën që e deshti, djalia ka pru. Një dëshire madhe, nanës ju plotsu. O nusën që e deshti, shpëtimi ja ka pru. Lumë banë goja, zemra mashallah. Hanedan kam dasht me t'palull tena. Vjet ka fustani, dora për mi dor. O kur ta je plullë zoti, s'ka ma kush ka thot. I mire, vlau jon i mirë. I mire, shpëtimi i mirë. O po rezono, o para bar me t'ilë.
për vla. Sonte po merë nuse, unë po t'kazoj drejt, fort po tut në motra, që po m'harron krejt. Fort po tut në motra, që po m'harron krejt. Ajde! O shpje madhe jenana, te na von se fan. Hajde nuse, o hajde, edhe mos qit kajde. Shpje madhe jenana, te na von se fan. O kale shpëtima ga me barute, o kale krejt Kosovën mos u tute. O kale kale me raketa, let jet me gzime sa të shtjeta. O kale kale me raketa, let jet me gzime sa të shtjeta. Ajde kale djall, ajde atmosfera,
Vallaj Shqipe ke kall? Faleminderit. Sa kong I ki Shqipe krejt, a ki mujt nëherë me I numru? Afërsisht? Mi numru. Që tu kem tuat krejt, du më thonë. Krejt, shka keni mini këtu krejt janë të mjat. Ketë kong tuat. Sa kong Shqipe I ki? As vetë se di shpëtën. Afërsisht qik? S'muj me dit. Janë bogati 300 kong në YouTube, ato që më kanë djek e din. 300? Janë shumë kong, po. 300 kong? Ja njëherë kutini, kong Hold të ki mija, 300 pula si kanë qëtë që I ka zoja 300 kong të vetat. Shumë Shqipe. Shumë. Kur o bolë muzik? Kur së bolë muzik? Kura? Kur së bolë muzik? Reklama, puna, s'janë bolë kur. Do më thonë sa do që punëm prapë kur së bolë? Ja, sidomos muzika e ka me nejtë të formë. 300 kong është Shqipa, disa janë 300 kong. Sigurisht e din. Sigurisht e din se ti I ke bo vetë, amo janë shumë. Po, disa janë kong me defa, për shamë që kanë knu për para, po I kënë përpunuar për herë të parë, tjerat janë krejtë. Ti kanë morë kong të plët, atë vjen kështë rënë ku ti morim, ti këna morë dhe na kanë herë. Në fillim, pak. Po, dhe mësosh. Po, tash jo. Je bo I mund tash, me ka bolë. Tash ja ka njëse dhe më vedisua dhe këngëtar të ri, se e kanë pa që nuk mund është më bo këngëtar e një nivellit të mirë, pa pas ti këngëtua. Edhe s'ka mundësi se këngë të albumet janë pasaporti një këngëtarit. Ti me këngë të huja, e këna një këngë për qef, beson që po të shkanë, ose diçka, po nuk më është vazhdimisht me këngë të huja me nejtë në treg, se copy-paste nuk o mirë më bo. O, është originali aty dikun. Gjallë, po. Që ku originali. Ajo, janë gjallë, I ngojnë kush do, me ngu, për shambull, qatë këngë për Shqipës se nganë. Duhet dvetat, si cile me prodhu diçka dvetë, më konë unik, jo kopje dikujna. Për që ata më bazona në qëta dhe nuk jam e interesuar me këno kong të huja kur. A kur ti kënu kong të huja të Shqipe, a? Nuk tham që kur. Do s'ma ke kënu, sigurisht në për kështu, po. Vazhdimisht, se shka ku që janë kong të hite, janë kong të pavdekshme, po, I përshtatët momentit, të valzu, për shambull, ku babë me nanën, ti ki kong të tua, po aja atmosfera vazhdojnë, dhe ta është non-stop çdo moment e ka të, si me thonë, momentumin e vetë. Dosh me ja përshtat, po. Une nuk tham darsëm që s'knoj hitet, ka hitet pavdekshme që s'ki ku shkom pa to. Janë kongë të vjetra që popullore, të mira me difa sa. Shqipe, qka është knatësia për ty? Ku e një vetën të knasnë, për shembull një artist? Ose një njeri normal, ose një njeri zakonshëm, ose... Sa ta kesh vetë, a e ki për jetë... Ja, për përgjithësi kështu, kur është kaja knatësia që ti thu, unë jam në rregull me veten, me jetën, me gjithçka që kam rrethon? Unë, se po morim sysh, unë për veti ku më arrit krejt gjonat, një jetë, shka ku m'dash, si në shkollë, si në karierë, po unë ku menu që dej që aty, është apëden edhe tash veç me jetu. Po kur jam bo non, e kum pa që kur që s'kisha pas, apëden. Ajo është këtë që e kompleton një famën, po menoj edhe një moshkë, pëse jo ti e prind vetë, po kur të bosh prind ti kompleton krejt gjonat, edhe mo, veç me jetu, veç më kon shnosh, mirë, se do më thonë që ajo është kulmi, kur ti për mu, po. Bosh prind. Pa, edhe kur janë mirë, ato. Edhe sigurisht, kur je mirë dhe kur janë shnosh këtë familja dhe njerëzit që të rrethojnë. Po pëlqen që kjo qasja jote që pra po thu, më ko shnosh, më konë mirë, më konë qetë, që po I bjenë që në qovë se kina I galet më dhe këtu karriere, këtu jeta këtu bim poshtë, nëse o një gabim karrierë, dishka, bot një kong tjetër, zavensot, harrot aja nëse su kone mirë, nëse su në dëgju, vjen një tjetër kong, vjen një pëtëpuri e mirë, te I kalon, amo një jetë. A kone moment që ti e këshelon muzikën, për shambull, për çka këshelon muzikën? Për shambull? Shpotem tash më të me këta se pa na menu kur. Ja, se ke menu kur. Këta se pa na menu, asë njëherë, po nuk besoj që... A di të thu balë, kom bojnë 600 kongë. Po jo, se puna muzikës a I dhe që është pasion, është shpirt. Po nej, se ti I detyru më më pyetje, ta shka ku publikut. Kjo diçka që të flanë, që më shpirt, na shpesh ndarësëm harrojmë ku jena dhe harrojmë sa kina me morë, a kina me morë, a s'kina me morë. E vërtet. Jena të shiju momenti, dhe ta shihin familje të ne. Edhe ka ras që këtësi, për shambull, bashkë me to. Po, është antari familjes. Bashkë me to. Edhe për momentin në harroj që jam në orar të punës. A për kupton, është diçka që ti e ndjenë, nuk o veç parja. Për kupton, na normal jetojmë për momentin për e kësaj punë. Po, kur jetu kënu e harron, sigurisht e harron. Nuk është gjithë shka. Nëse e ndjenë, nuk besoj që edhe rreth, edhe familja, edhe krejt, kur të njojnë e din që gjithë shka për ty muzika, nuk besoj që
as dikush ta bjen punën, as nuk mundet me arë një situatë për më thonë leje dhe i këto se ma mirë vazhdoj kënej. A ke haru në herë me shumë me ndasëm? A të ka ndohë në herë me haru? Haron njëri se i gjalli edhe ban ka një herë haron, gabon. Ha? A vesh për tem tash. A ka ndoha? S'po di jam me kallëzu. Kallëzohë bre? S'po di jam me kallëzu se s'na ka diktu. Ani vani mos e kallëzohë? Nuk na ka vrejt. Se keni shku të më hëndën, ja? Qështë ndodhe Shqipe? Ja na shkum, këtë regull, gjithë shka. Po, në qatë moment s'kum ditë më mi menagju. Qa ju konaj momenti që qatë s'kum ujtë. S'ka këj punë psikologjia? Ja, kur gjohet. Ja. Qka ndodhe, harova shka? Po, shka jashtë sezone, edhe për fat keq, tashmë i me thonë, ajo datë, unë e kësha pas zonën edhe vitin e kalun. Po të njëjtën datë, njëjtin muj. Edhe tashme menagjementin, unë e drejt më të thonë, unë e disha që në qëtë muj, me thonë në nëtorës, në detorë, e disha që u konë, a dhja në konë të dasë, u konë i darës në qëtë datë. Jo, menagjementin thotë jo, e ke pas vitin e kalun, po ki qef me pas, a vëznim. Edhe, unë po rri, kisha shku të nana, po bëj pushim. Si bija që rrinë. Po, edhe vjen një mesazh, ting. Po të zemër, unë jam në restorant, ajo Zoja. Po. Ishtë diçka për fëmi, babi. Po të zemër jam në restorant, ty s'po të shoh. Po je. Që thojnë, shkoj truni. Ajo shkon largë, bili? Edhe ajo është largë. Largë shkon dhe më thona? Macedoni. A mujtë me mëri? E dy shpirti jam, edhe grupi dhe nga zhventit qësh jena bo, mës me na vrejt kërkosh. Asa ajo dasmorja, ajo Zoja shpis që ju ka thirë? Gjithë shka ka shku për mrekulli. Ka njerë që me bëhet pas mas bu mirë. plan një muj për para se s'ka mujt me shku. Bashkë të në qatë Po pikë. këto janë gjona të ralla, unë drejt më thonë, jo pëse po du me thonë për vetin ose për menagjementin tem, se shumë jena të kujdesshëm edhe shumë jena strikt. Do me thonë, 18 vjetë karierë ndonë, s'ma, që kjo ka ndonë, edhe kjo kena arrit me menagju qatë mirë, unë me stres. Po, e kena menagju si grup shumë mirë, qatë mirë sa që kur fa problemi. A hangën në kush nej kështu kabulla në mikrofon për kreje? A tash s'na ka vrejt kërkush, po që ta kesh dyshim të dhe me. Prej teje, a e gjovër në unë veç do isha me mri, më më pa dasmurja, qaq për mu ishte, do isha më më pa dhe ajo mu qëtësu, se s'mësha me para minut shutu në di ajo tash, këto momente. Po ne e kena pak me kufin, ajo kufini, jo. E kena pak që të arsyen e kufinit, edhe gjithë shka shkoj në regull. Je shumë prezent edhe kështu që i thoi notën në kanës, dhe më thonë kënon shumë në për i ki do konë plët, notës kanës. Ja ka njësë më njofë më shumë për kanazizë. Po, pëse e bëni me kështu? Aja ki pas, nuk e di, janë një që ato kongë që kam, jo që kam shumë kanazizit, po që ato janë një shumë, edhe i kanë morti, edhe i kanë rikëndruaj, po janë një mirë, edhe për me edhe për atyre kolegit që i kanë. Nështë edhe prej qëta, për qëta. A ta bojmë pak një kështu me def, ta mën? E bojna që që kena zanat. Qubre. Pra roj djeli, rezoj hana, kar vakti me tun gjit kana. E po kar vakti me tun gjit kana. E në gjitet kana, via via, janë borrethe, familja shoqnia, e po janë borrethe, familja shoqnia. Hajde lule dritë si hana, bane zemrën guri, edhe sonte të sunon baba, nesër sunon buri, e nesër sunon buri. Loti të moj reze drite, nanën e mërziti, o në lilot shtrydhe min dilin,
O ti po kane, son te na po t'knojna E kana gjegjin ta bojna me shnete O kaj moj lule, se nuk është e lete Kana gjegjin, për haj po ta bojna O ti po kane, son te na po t'knojna E kana gjegjin ta bojna me shnete O kaj moj lule, se nuk është e lete Hey! Ajde gjitha, bravo! Ajde shoqe, hajde! Oh, oh. Shoqet ngryk po t'marin, motrat po mërzitën O lypjana nës ti halalin, për je ka të rritën Për je ka të rritën Loti të i rezet rite, babën e mërziti O nali lot shtry dhe mindilin, se jak pute shpitin Pute shpirtin Ajde Kana gjegjin Për haj po ta bojna O ti po kane Son te na po t'knojna E kana gjegjin Ta bojna me shnete O kaj moj lule Se nuk është e lete Kana gjegjin Për haj po ta bojna O ti po kane Son te na po t'knojna E kana gjegjin Ta bojna me shnete O kaj moj lule Se nuk është e lete Ajde djaj E hej O kan lej Kana gjigjijem, o kana gjigjijem Veni ven s'po m'zën mojnon, e zemra po m'ven E kana gjigjijem, o nuse po shkoj sot Qysh ta kthejem njëra shpinan, qysh me t'lon me lot E kana gjigjijem, o kana gjigjijem Veni ven s'po m'zën mojnon, e zemra po m'ven E kana gjigjijem, e nuse po shkoj sot Qysh ta kthejem njëra shpinan, qysh me t'lon me lot Ajde qika, e hej, ala atmosfera Shoqet pas kam nard, krejt në valle jam Nuk e din qysh po m'kan zemra, o për pa benan Krejt po boj kalon, e un jam mërzit Sa ke jek mojna në mjera, për dertuj me mrit Kana gjegjijem, o kana gjegjijem Veni ven s'po m'zën mojnon, e zemra po m'ven Kana gjegjijem, nuse po shkoj sot Qysh ta kthejem
sytë e mi, kur jam keq më je fuqi. O ti e dritë për sytë e mi, kur jam keq më je fuqi. Ajde motra, motra është me lhem, ilaç i shpirtit tem. O lumë push motra kam, vesë është këtë dynja, vesë është këtë dynja. Motrat janë me lhem, ilaç i shpirtit tem. O lumë push motra kam, vesë është këtë dynja, vesë është këtë dynja. Ajde djallë, kalle, qe, 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 ajde motra. Po bashkohet, o po martohet shoqja jeme ma e mira. E kan bush me dukat e me lira. E po martohet shoqja jeme ma e mira. E kan bush me dukat e me lira. Ajde shoqja, e hej, bravo. Shoqe, qe me defa jem tu i këndu, shoqja u martu. Si lokon koke ba, maj mira në dynjat. Atë fustan, vjera ta ka blem. Për ty këngan jem të knuse, ma e mira je. Ajde! Po martohet shoqja jeme, po martohet. O me dashlin e zemrës, po bashkohet. Po martohet shoqja jeme, ma e mira. E kan bush me dukat e me lira. E po martohet shoqja jeme ma e mira. E kan bush me dukat e me lira. Gajle mos e mbaj afër te jerim. Edhe shoqe edhe motër, une jam për ty. Afër te jerim, edhe shoqe edhe motër, une jam për ty. Ajde djallë, kalle,
dorat janë se jotja, do t'jem ditë e natë. Oh, jema e mira, oh, qika nonës, je prinsesha e krejt mahallës. Oh, halal bim, kat me kat, e dorat janë se jotja, do t'jem ditë e natë. Gati bia ime, krushit janë t'u jardhë, sa gëzime me t'përcjell, bime faqet bardhë. Dora ime zëmra jote, o një raje kanë, qdo e mirë që e s'jell zoti, raf në trupin tanë. O zemra ime, zemra jote, një raje kanë, qdo e mirë që e s'jell zoti, raf në trupin tanë. Oh, jema e mira, e qika i nanës, je prinsesha e krejt mahallës. Oh, halal bim, oh, kat me kat, e dorat janë te jotja, do t'jem ditë e natë. Ajde gjallë! Oh, ka l'atmosfera! Hey, hey, hey! Marton t'jalin, mali jo s'po kallet, valja jo s'po dalet. O mali jo s'po kallet, valja jo s'po dalet. Ajde djema, kale fushan, e marim sojushan. Fusha jo s'po kallet, valja jo s'po dalet. Fusha jo s'po kallet, valja jo s'po dalet. Jasha për shpëtimin sonte, krej shoqëria kalle, atmosferën do t'a djegim krejt. Jasha për shpëtimin sonte, krej shoqëria kalle, atmosferën do t'a djegim krejt. Jasha për Prishtinën sonte, krejt shoqëria kalle, atmosferën do t'a djegim krejt. Jasha te shpëtimi sonte, krejt shoqëria kalle, atmosferën do t'a djegim krejt. E kalle sonte krejt.
e kalle son të krejt, kalle, diqe, kalle, diqe, e kalle son të krejt, e kalle, e djallo, o hajt me një gasën, po thosh për ti ma gaja mirije, oh nuk martona pa shoqnije, oh pa shoqnije, pa jarana, oh se i rio ma nuk bana, oh pa shoqnije, pa jarana, oh se i rio ma nuk bana. Ajde tu bana, bravo! Po thosh për ti ma gaja mi pasur, oh nuk martona pa badasëm, oh pa badasëm me tu pana, oh se i rio ma nuk bana, oh pa badasëm me tu pana, oh se i rio ma nuk bana, oh kalle maestro, che. Faleminderit, ju lumë shinkomt. Shqipe, lo zemër bre? Faleminderit. Unë e sonë të kalova shumë mirë, me ty po tis po di për e parë që të kalova. Edhe na shumë mirë, na kalova dhe grupë. A je sigur? A i kera pishman që je vanu? A jo, halo, pak po. Amo tash e maz e ke mësu kështë rrugën edhe ma, besoj që kemi na mungu. Jo. Ku po je ma shumë aktive, në Kosovë, në Macedoni? Muj me thonë 50-50. 50-50. Jam aktiv. Ti e plus në Prezaj, jesi të bjenë sa në Prishtinë, sa në të tohu. Si në zonë neutrale. Si zonë neutrale, kështu. Shqipe, qëfar gruje je në shpi, kështu, a je kjo gruja që gatun, që krym pun, që blen harz, që shpenzon ka pak pare, që sheki, që përdraga ma pak jetën tonë personale. Jo, s'mej me thonë që jam ashtu që kam qef shumë me hargju. Po. Qona që i vynë gjdo shpijes. Gjdo njeri. Kuzhinën e kam hobi. Kuzhinën hobby, a? Bile një ko, kum pas bërë dhe inqizime, e kam edhe në YouTube kanalin tim zyrtar. A me hangër, a me gatu? Me gatu, specialitete, krejt. E kam hobi, e du edhe atë pjesë, po. Gatu i me qef. Qka ma shumë? Tona ta, tujat?
Edhe tonat edhe ku ka shqiptar pa tradicional. Haj, zot, pa ta qitë linjën, kështu, dilën. Po edhe mbëlsira. E kam kanalin tem zyrtar në YouTube, mujnë me gjetë. A do më thonë, po merësh edhe me gatime, kështu pak ma... Po, kur të kam ko. Kur t'ki ko? A ma shumë muzike në ambëlsirat? Pidon? Ja, muzika është primare të one. A modë të janë, kur dolin të mija një haune ka njëherë të knoqim këto. Na, kuzhinën e kena, nuk ujna me evitu, është përditshme jetë. Sa ban shpenzime kështu mujore për shembull Shqipe, ti se këngëtare 18 vjet që kënon. Sa i ki shpenzimet, a i ki? Nuk jam ashtu këngëtare. Kësi shpenzime elementare ka njëherë? Jo. Nuk e rënon. Jetë normale bajone. Për me? Si e kështu e qumë në pesh? Ato që më njojnë për afër e vrejnë, thojnë, bile ka një harrojnë atë në qëfar botë e je, apo di kur rri me njerëz që s'janë të botës muzikës, se shumicën e shoqënisë si kam që nuk janë të botës muzikës. Ka pëlqy vetë, që shtoj ku më zgjedh, edhe ato më thojnë, ka njerë harrojmë, apo di ti qëfar botë e je, dikush tjetër t'i shkon, ashta s'kish nejtë edhe me neve, e exagerojmë pak. A ti ka bo dzimi, produksioni edhe dzimi kongë më të mirë aty? Zakonisht kur janë të shpis, ka njëherë i lojnë këta të shpis, leje se pja jam kitë kongë të të kuj në mandeti e më një tita, je knas në me? Ja, nuk jam në kongë të mira e ke pas, mos o anë ka. Jo, kongë të janë për të mira, kitë janë tema sociale, kitë i na munu me bot tema që ja vlenë, jo veç kongë. Edhe tash bile kur të bojmë e punu një kongë, diçka thamë të lutë, në një tem të mirë, një diçka që ja vlenë, se kongë bagazh kam sa dush, nuk unë vim veç numër, apo kupton. Jena munu me nejtë si shqiptarë që jena temave sociale. Po, mirë, unë jam e knaqë shumë. Do më thonë je knaqë dhe? Po, jam e knaqë, po nuk jam asë si tipi që përsha e një kongë të mirë, ju ka fol një këngëtarës tjetër, ose jo mu me ma thonë. Jo, zbaj ashtë, nuk bëj. Kësë s'ma le mu, se na i sa ne shaklunë në ma mirë. Për në këtë ja vlenë me përmen, kongën e Shuretit hajdinu se re jam, unë e kom knusef të e kom bo si demo. Po. Edhe nuk jam kona si tipi që përsha, ku mujtë me nalë. Qatë fuqi e kom pas, me nalë. Po jo, u bo për tjetër kanë, unë e kom kënu si demo, kom qëllu në studio, ju kom një muate me studio po si demo, dhe ajo bohet, ju e deni ma. Po nuk jam as si tipi ashtu. Si e kështu që... Nëse su bo për mu, su bo. Le të shkon të ajo që u bo të ajo. Ti beson zëtë, ma le tu su ko fat. Su ko kismet. Po mirë, fat kum pas, edhe në kong kum pas fat. Ti ki pas kong të mira. Edhe reklamat që u bo, edhe sa ejtë njeri, po temat janë të mira, krejt. Vërtet. Apo në banon një baladë, si në ka funi kështu, nuk dhe në më të mënun shumë, se tash vëllim dhe në më të mënun, po jo, se hera parë, ma mirë tani thu, mënun shumë e zvjen ma. Që që sot pelon që i ka gjysa, ma ndej... Ja, qatë punë e kena na. Të shku, ma shumë e kru sa me folë. Hajde një baladë, hajde Shqipër, hajde. E jotja, po? Po, krejt janë të mijat. U kry, hajde, hajde. Se qmë është lodhu shpirtin, vetëmi jam katret. Du me i dham fun kësa jetë, as gjë nuk më kam bet. T'kam prit me vite e vite, me u këthy bashk me jetu. Ke dham fjale shumë premtime, sa shumë kam gabu. Zot i banda sëm të modhen, me krushe me tu panam, se i katë shumë më lëndove, valla thu qka të bona. T'kam dasht më shumë se vetan, pa ty e hurej dhe jetan, me qenjën time të betohem, se ky është fundi. Hajde shpëtim, hajde.
tjetrit me I taku. Duhet me u pajtu me fatin, jeta duhet me vazhdu. Nuk paska që ne shkruar, njeri tjetrit me I taku. Duhet me u pajtu me fatin, jeta duhet me vazhdu. Sot unë e malkoj vetëm, e malkoj fatin tim. Ta dish se ky fundi tim është fillimi fundit tim. Prano urimet e mia, edhe pse rini ma humbe, dije që pa fund kam dashur, edhe prap të du. Nuk paska që ne shkruar, njeri tjetrit me I taku. Duhet me u pajtu me fatin, jeta duhet me vazhdu. Shqipe, në bane me vujt pa kafuni, po... A ka më një që zvun si pas psikologjisë, pse marë vujt një me njerëzit? Po vun është gjendje emocionale, është e pashmangshme në situata. Në më thonë edhe shkenca një vujt jenë kështu. Nuk besoj që ka njerëz që s'ka vujt. Ama na shqiptarët e kena kogja kështu, vujna për qef ka pak. Në kështu të najt, hajt vujmë në isen, të knu, të vujt. A I lipin dasëm në herë këtu balada në isen kështu? Po ka raste, po jo dhe shumë, se është pjesa e baladave ku të pret tortja ose ku të vallëzon çifti, po janë, kryesisht janë happy end, jo këto si këto që I knu. Jo si këto, me të honë në nalë. Tamam puna mi nëzita. Me të honë në nalë. Na si popull kështu po thu që kogja shumë vujna. Vujna, po dhe se vdalijena. Vujna. Se vdalit. Na tu knaq vujmë edhe na sjeltas. Edhe tu knaq ka pak edhe vujmë tu knaq edhe dhe dyjat ka pak kështu. E për nashta për qëta dhe shqiptarë s'kam pas nevoj shumë edhe për psikolog. Se tu knu e tu kajte, tu vujte, tu keshe. Shqipe, unë dhe më të falendru shumë që e konë sonë dhe me neve. Më shpresë që kena me u po prap në emisionë dhe në tjera projekte. Unë të rojë fat edhe sukses edhe shëndet edhe në familje edhe në karrierë edhe në gjithë shka që ka ty të rëthën. E ke nisë me një baladë sonte për gurbet, për nanën, pak për babën dhe për vajzën, edhe kishta pas qef me mbyll me njënën prej kongëve tua. Lam të mirë. Lam të mirë, për thua, e në ta kanë knu plot lam të mirën. E di që kanë knu, po, e di edhe fundiem, e di. Ku ka, du të me marë. A për mbyll me lam të mirën? Pa. Shqipe, falemdej shumë që... Faleminderit edhe juve. Ke son të me neve dhe në kalova shumë mirë. Ishte kënaqësi. Falemdej shumë. Publike dashur, Shqipe, Krivanijeva, lam të mirë dhe mandej muni me pa naj emisionat në një film tjetër. Hajde Shqipe. Jam e humbur e pa fat, dashuria këtu e pat, lam të mirë, të uroj zemërje të gjatë. Ne të gjata e pa shpres, qenë ka shkruar vetëm bes, dashuri, shpejt ke lindu, shpejt po vdes. Zoti e ka shkru, pa ty me jetu. Zoti e ka shkru, kash me qenë për mu. E ndoshta për ty fillon jetë e re. Nuk do të harroj derisa t'hyna dhe
jetoj, vetë më le, pa fat, a ku do të shkoj? Si dy syti të kam rujt, nuk e di se qysh ke mujt, ke vendos për jet me mlon me vujt. Zoti e ka shkru, pa ty me jetu, Zoti e ka shkru, kaq me qenë për mu, e ndoshta për ty fillon jetë e re, nuk do të harroj derisa t'hy në dhem. Zoti e ka shkru, pa ty me jetu, Zoti e ka shkru, kaq me qenë për mu,